Mirë, po kemi një gjë që ne duhet ta kuptojmë në jetën bashkëtorë. Komunikimi i mashkullit nuk është komunikimi i femrës. Që do të thotë? Femra është më e prirur për të folur, për të shprehur. Mashkulli është më i prirur për të dëgjuar. Mashkulli, pra motrat tona, gratë, pra duhet kuptojnë se mashkulli është më i prirur për të dëgjuar dhe më pak i prirur për të shprehur. Mashkulli ka një mënyrë tjetër komunikimi të shprehurit, që është komunikimi nëpërmjet dhurimit, komunikimi nëpërmjet sakrificës, komunikimi nëpërmjet daljes, komunikimi, domethënë, pra mos të presi femra që burri të flasi sa shflet ajo. Pra burri, pra ne duhet të kuptojmë se prej normave të suksesit në një jetë bashkëtorë është të kuptojmë se kemi dy krijesat ndryshme, dy natyrat ndryshme, se s'po m'vinte. Pra mashkulli ka natyrë tjetër dhe femra ka natyrë tjetër. E duke qenë se janë dy natyrat ndryshme, tani mos kërkojmë që një mashkull cillet me një grua si gratë, po mos kërkojmë që gruaja cillet me një mashkull si burrat. Jo, gjithsecili ka natyrën e vet të komunikimit. Për këtë arsye, domethënë dhe motrat, gratë, pra duhet të jenë përgatitura që mos presin prej burrit llafologun. Qartë. Nuk është në natyrën e burrit, pra edhe ne mos kërkojmë. Pastaj si tha mashkull, njeriu në ditë ta flet, le të themi 10.000 fjalë. Për shembull, ekstremi. Burri 8.000 kalon jashtë, i mbeten edhe 2.000 tjera, ndërsa gruaja ka harxhu 2.000, kanë mbetë 8.000. Por ama edhe mashkullit ketë parasysh që mos t'i harxojë të gjitha jashtë. Okej. Përveç asaj, mos jetë dhe arrogant. Pra, kemi anën e motrave, do të kuptojmë, por edhe si thot profeti, kujdesni të qelçtat. Nuk e di sa saktë është si hadith. Po, sa hadithi sa Buhari. Edhe kjo pjesë si e trajton feja, arrogancën në komunikim që e thyn edhe partnerin. Absolutisht, domethënë ne kemi edhe ngjyrë shqipe që thot fjala vret më rënd se sa plumbi. Dhe gjua kocka s'ka, po kocka thyen, thot popullin. S'ka dyshim. Pra, domethënë ideja e komunikimit duhet të jetë patjetër komunikim, po unë kisha për qëllim të luftoj atë dëshirën e tepruar për një komunikim, domethënë nuk mund të kërkojmë barazim në komunikim, por komunikimi duhet të jetë patjetër. Domethënë për ta dëgjuar çfarë thot, si kanë qenë hallet, si kanë shku punët, çfarë duhet bëjmë diçka, cili është plani apo programi për këtë javë, domethënë mos ta lej gjithë barrën tek bashkëshortja, po edhe ajo mos ta lej gjithë barrën aty. Duhet patjetër, komunikimi është çelësi më e rëndësishme në një jetë të suksesshme bashkëshortore.